بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamat ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhalla xhalaluhu shpjegimin nga libri Veprat e zemrës e shëneve. Në dersin e kaluar kem fol rreth mufsidat al-qulub ose ato gjërat të cilat e prishin zemrën e besimtarit. Para kësaj jave kem fol gjithashtu për gjërat të cilat e përmisojnë zemrën. Dërsa sot me lejen e Zotit do shikojmë rezultatet e prishjes së zemrës dhe shenjat e smundjes, se si smuhet zemra e besimtarit. Gjithmonë në aspektin shpirtëror, jo në aspektin mjekësor, gjithmonë në aspektin shpirtëror, në aspektin e fesë së Zotit xhalla xhalaluhu. Thot Malik ibn Dinari rahimahullahu ta'ala, një prej ulemave të mëdhenj të Islamit, thot prej ngurtësisë së zemrës dhe rezultateve të prishjes së saj, thot e para është dank al-aish. Njeriu e jeton një jetë të ngushtë, ka probleme gjatë jetës së tij, jeton jetë të ngushtë. Ashtu siç thot Allahu xhalla wa ala, "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ai i cili ja kthen shpinën argumenteve të Zotit xhalla xhalaluhu Kur'anit famlart, fa inna lahu ma'ishatan danka, ka me jetu një jetë të ngushtë. Dank është diçka me shtyp, sikur me të shtyp në gjoks edhe mos më mujt me marr frym. Kjo është dank, domethënë diçka që njeriu e jeton një jetën e ngushtë, edhe pse e ka shtëpinë e gjanë. Jeta në gjoks është e ngushtë, për arsye se rezultati i prishjes së zemrës, kthimit shpinës ndaj fesë së Zotit xhalla shanuhu. Pastaj wa wahnan fil ibada. Rezultati i dytë është plagështia në ibadet, në adhurim. Nuk mundesh me gjetë pastaj atë njeri i cili e ka zemrën e smutës të prishur në aspektin fetar, që bën ibadet shumë, bën adhurim shumë, bën dhikr shumë, lexon Kur'an shumë, jo. Për arsye se gjuna pas gjuna, ngarkimi i mëkateve, prishja dhe smundja e zemrës e bën që robi ndjen lodhje kur të bën ibadet. Ndjen lodhje sikur me aqit një thes me 50 kg në shpinë kur e fal një namaz ose kur vjen në xhami ose kur bëhet një ibadet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa sakhtatan fi rizq. Edhe i ngushtohet risku, për arsye se Allahu xhalla sha'nuhu ja ngushton rrugët e riskut, po edhe në qoftë se jep risk shumë, s'ka bereqet në ta. Nuk ka bereqet, i hub bereqeti. E ke pa shpesh ndodh që thot ashtu qysh i marr parët shkojnë. Nuk e di ka shkojnë. Shkojnë se s'ka bereqet. E ku nuk ka bereqet dush me e lyp të vetja, do të me lyp problemi. Ku o problemi? Problemi është të zemra. Problemi është që ja kena kthy shpinën Zotit xhalla xhalalu. Ja kem kthy shpinën fesë së tij. Për këtë edhe Allah nuk çon bereqet pastaj as në pasuri, as në evlad, as në askund nuk çon bereqet, sepse është prej shenjave të smundjes së zemrës së besimtarit. Gjithashtu dashur vëllezër, prej shenjave që zemra është ka ngurtësohet dhe është ka prishet dhe është ka vdes, është që mos me kry funksionin e saj për të cilën është kriju. E ke pa njeriu është i përbërë prej organeve ndryshme. Dora, këmba, syri. Kur nuk mundet kur smuhet dora, së në krym funksionin e dorës, nuk mundesh me kap diçka me ta, së nuk mundesh me quran me ta, nuk mundesh me punu me dorë. Kur këmba smuret, nuk e krym funksionin për të cilin është kriju, me të majt ty në kam, edhe me hec, o du të në kolic. Kur syni smuhet, nuk mund me krym funksionin për të cilin e ka kriju Zoti, me shiku, nuk shikon. E zemra, dashur vëllezër, zemra kur smuhet, jo në aspektin mjekësor, por në aspektin shpirtëror gjithmonë.
Kur smuhet zemra, nuk mund me kry funksionin për të cilin është kriju. E ne kemi thënë që zemra është kriju me njoft Allahun Azza. Nuk është kriju për tjetër. Është kriju me njoft Allahun Xhalla Shanu. E pastaj nuk mund me kryu funksionin e ilmit. Nuk hyn dija në ta, s'ka dije. Nuk mund me marr dije. Allah ka kriju zemrën me marr dije, me mësu dinën e Zotit, me mësu çka është halal, çka është haram. E dyta, wal hikme, s'ka urtësi. E ka po njeri që është i ngarkuar me mëkate, me gjunoa, ja ka kthy shpinën e Zotit. Nuk është i urtë. Nuk di me fol fjalë të urta. Fol fjalë banale. I largohet urtësia. E çka është urtësia? Urtësia është me vendos gjën e duhur në vendin e duhur. Me fol atë kur duhet me fol. Me dhon hakun atë kur duhet me dhon hakun me fjalë. Me fol fjalë të mira atë kur duhet me fol fjalë të mira. Kështu më radh. Pastaj wal ma'rifa, njohja. Allah ja largon njohjen nga zemra. Nuk njeh e mirën, nuk e njeh të keqen, i përzihen gjërat, ja largon njohjen nga zemra për arsye si rezultat i smundjes së zemrës në aspektin shpirtëror. Wa hubbullah, wa hubbullah. Edhe Allahu Azza wa Jalla ja largon nga zemra dashurinë ndaj Allahut. E funksioni i zemrës është me dashur Allahun Xhalla Xhelalu. Pra kur smuhet zemra, nuk e kryen funksionin për të cilin Zoti e ka kriju. E ajo është dashuria ndaj Zotit Xhalla Xhelalu. E robit i largohet pastaj dashuria ndaj Allahut, wal ibada, edhe ibadeti ndaj Zotit Xhalla Shanuhu wa tadhallul bi dhikrihi, dhe knatësia kur përmendet Zoti. Për gjitha këto largohen kur smuhet zemra e besimtarit në aspektin shpirtëror. Pra nuk ndin knatësi kur përmendet Allah. Nuk ndin knatësi kur lexohet Kur'ani. Kur e ndëgjon një ajet të Kur'anit të kurrët. Kur e ndëgjon në një hoxh të fol diçka për Allahun Xhalla Shanu, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për xhenetin, për xhenemin, u thëndroi temën e gautse. Si janë në kësaj kategorie. Kjo aludon që zemra është e smut, është hazër me vdek. Zemra është e smut, nuk e mund me ndëgjue dashurinë ndaj Zotit Xhalla wa'ala. Pse është kriju njeriu, nuk mundet me ndëgju. Anë kjo probleme dhe shenja që aludojnë që zemra muslimanit është e smut të ranë në aspektin shpirtëror. Është ka vdes për së gjalli. Prandaj neve si musliman do t'i bim mas vetit. Me shikua, i kem të shenja, ilmin, a morën dije, a shkojmë pas kërkimit të dijes, apo nuk shkojmë. A jem të urtë në fjalë dhe në vepra, a kem urtësi në fjalë tona, apo s'kem, apo veç fjalë banale dim me qitë nga goja jo. A kemi njohuri për ato që në rrethojnë, për gjërat të cilat në rrethojnë, a kem njohuri, apo s'kem njohuri. A e dojmë Allahun Xhalla wa'ala, a e dojmë ibadetin ndaj Tij, dhe a kënaqemi kur përmendet Zoti dhe kur e përmendin Zotin Xhalla Shanu. Gjitha këto janë shenja dashur vëllezër, të cilat po nuk i patëm neve në zemrën tonë, aludon që neve zemra jonë është ka shkon ka smundje të rana, të pashërueshme vetëm se me pendim shërohen tek Zoti subhanahu wa ta'ala. Në këtë arsye dashur vëllezër, ulema islamit në këtë aspekt i kanë dhënë zemrat në 3 kategori. Pra njeriu s'ka mundësi të jetë jashtë këtyre 3 kategorive të zemrave. Pra njeriu i ka 3 lloje të zemrave. Është në zemrën e parë, apo të dytën, apo të tretën. E para është zemra e cila është e ndërtuar me takvallak, me devotshmëri ndaj Zotit Xhalla Shanu. I kryen obligimet e Zotit ashtu siç duhet, ndalohet nga ndalesat e Tij, e din qëllimin pse është krijuar ajo zemër. Kjo është qalbun selim, kjo është zemra e pastër. Zemra e pastër që Allahu Xhalla wa'ala e don. La yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin selim. Thot Allahu Xhalla Sha'nuhu në Kur'anin famlar. Në ditën e gjykimit, la yanfa'u malun wala banun. Nuk bën dobi malli dhe vlladi, nuk bën dobi. Illa man ata Allah bi qalbin selim. Vetëm ai që vjen te Allahu Xhalla Sha'nuhu me zemër të pastër. Pra kategoria e parë njerëzve është zemra e pastër, e mbushur me takva, me devotshmëri ndaj Zotit Xhalla Sha'nuhu, i largohet të gjitha gjërave të liga, atë sa ka mundësi, moraleve të liga, etikës së ligë, pajiset me pajiset mira, me virtytet larta. Kjo është zemra të cilën e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Kategoria e dytë është zemra e cila është e mbushur me hawa, është e mbushur me epshe, është e mbushur me
llojet më të këqija të veseve dhe të virtyteve që mundet me i pas njeriu, qoftë edhe nga shirku, nga mosbesimi, nga politeizmi. E kjo zemër është zemra e pabesimtarit dhe zemra e munafikut, Allahu na ruaj. Allahu na ruaj prej tyre, është qalbun mejit, është zemër e vdekur. Zemër e vdekur e cila është e vulosur për së gjalli, sepse nuk njeh çka është Zoti i tij, nuk di çka është e mira dhe çka është e keqja, çka është halal dhe çka është haram. Kjo është zemra e vdekur për së gjalli, Allah na ruaj nga kjo kategori e cila me të vërtetë, domethënë, është kategori e rrezikshme që pasojë e mëkateve, pasojë e gjunaheve, pasojë e mosvendimit vjen deri te vdekja e zemrës dhe vulosja e saj në aspektin fetar. Dhe kategoria e tretë e zemrave është ajo zemra e cila herë ka vepra të mira në to edhe ka vepra të liga në to. Domethënë, ka vepra të mira shumë, mirë po ndodh që bën prapë gjunahe, mirë po imani të cilin e ka në zemër bën që t'i lën ato gjunahe edhe të din që ka më u kthy te Zoti i tij xhalla shanu dhe prapë pendohet dhe kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është zemra e cila herë anon ka veprat e mira edhe herë anon ka veprat e liga. Kjo është zemër e smut, është zemër e smuar e cila ka nevojë për trajtim të dashur vëllezër. Ka nevojë për trajtim jo te kardiologu, po ka nevojë për trajtim tek libri i Allahut subhanahu wa taala. Me u kthy në Kur'anin famlar, me u kthy me u pendu tek Allahu xhalla shanuhu, me i largu ato epshe të cilat e ngrehin zemrën, militarin e shejtanit alayhi la'natullah, ka veprat e liga, mirë po, duhet të kthehet me pendim dhe duhet ta di pse është kriju, e kjo pastaj arrihet të shërohet me pendim, duke u penduar te Allahu, duke përmend Allahun shumë, duke bëj istighfar, duke u kthy fesë Zotit xhalla wa ala, duke kriju obligimet e Zotit, dhe pastaj Allah subhanahu wa taala me lejen e tij e shëron këtë zemër e cila, domethënë, është e smur dhe ka nevojë për trajtim. Dashur vëllezër, thot një prej ulemave, një Abu Bakr al-Warraq rahimahullah taala, një prej ulemave, dhajtë zemra e njeriu s'ka mundësi vetëm se të kalojë në 6 etapa. 6 etapa i ka zemra e njeriu. Hayatun wa maut, ose thot është e gjallë ose është e vdekur. Wa sihatin wa saqam, ose është e shëndosh ose është e smur. Wa yaqadha wa an-nawm, ose është e zgjuar ose është fjet. Këto thot janë 6 etapat të cilat zemra joni kalon. S'ka mundësi me dal jashtë këtyre 6 cilësive. Ose zemra jonë është e gjallë, zemra e gjallë është ajo zemra e cila e njeh Allah subhanahu wa taala. Është e pastër, e cila e din qëllimin e krijimit të saj në këtë dynjë. E din pse Allahu xhalla wa ala ka kriju. E din që dynjaja është bashkë e ahiretit, punon për ahiret. Kjo është zemër e pastër, është e gjallë, e din qëllimin e saj, dhe e kundërta është e vdekur. Ajo zemër që se din pse është ardhur në këtë dynjë, se din qëllimin e krijimit, nuk e din që ka me dalë para Zotit xhalla wa ala nesër në ditën e gjykimit dhe me dhënë llogari. Edhe vazhdon rrugtimin e tij ashtu. I vdekur për së gjallë është zemër e vdekur dhe cila nuk e din pse është kriju. Pastaj dashur vëllezër, zemra e cila është e shëndosh është zemra e parë, zemra e cila e din qëllimin e krijimit. Zemra e smur është ajo e cila anon ka gjunahet më shumë se sa ka sevapet, e për këtë duhet trajtim serioz në mënyrë që del nga kjo errësirë të cilën e ka kaplu zemrën e njeriu. Pastaj me dita a kem zemrën zgjut apo është fjet, është gafleti dhe përmendja e Allahut. Një njeri që e përmend Allahun xhalla wa ala non stop, i bën gjuha e tij rrin e lagër me përmendjen e Zotit, duke thënë Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, astaghfirullah, subhanallah, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, dhe dhikre tjera. Ka të shkon e përmend Allahun, aludon që kjo zemër është e zgjuar, është zgjut, nuk është fjet. Dhe kundërta është zemra e fjetur që është gafleti, shkujdesja. Njeriu kur është i shkujdesur në jetën e tij, ai është duke ecë poshtë flajt. Zemrën e ka fjet, nuk e din pse është ardhur në këtë dynjë. Prandaj dashur vëllezër, e zemra e besimtarit është gjithmonë e zgjuar. Gjithmonë e zgjuar, gjithmonë është e gjallë. Gjithmonë është e shëndosh.
në mënyrë që të shkon te Zoti xhallahu ala me këtë zemër dhe të shpëton nga zjarri i xhenemit, sepse ky është qëllimi kryesor, ky është qëllimi kryesor që ne mësojmë punët e zemrës, sepse të dashur vëllezër, prej gjërave më të rëndësishme të punëve të zemrës cila është me shpëtu nga zjarri i xhenemit dhe me u fut në xhenet. Është me shpëtu nga zjarri i xhenemit dhe me u fut në xhenet. Është me rregullu zemrën. Na tregon një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith për një njeri i cili e ka pas zemrën e pastër. I ka thonë sahabëve të tij, shokëve të tij, i cili ka qenë në xhami Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sikur se ne që jemi në xhami, dhe ka thonë tash do të hyjë një njeri në xhami i cili është i banorëve të xhenetit. Sahabët e mëdhaj kanë qenë pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka hyrë një prej sahabëve, një sahabin i ndershëm i cili pak i njohur, thot mjekra e tij pikë ujë nga vdesi dhe i kishte nallat e tij në dorën e djathtë. Hyn në xhami u fal. Po çuditën sahabët se ky njeri pi banorëve të xhenetit nuk njihet shumë për punë të mëdha. Ditën e dytë prap po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash do të hyjë një njeri në xhami, yatla aleikum al-ana rajulun min ahli al-janna. Ka hyrë tash në xhami një njeri që është prej banorëve të xhenetit. Prapë i njëjti njeri. Ditën e tretë prapë i njëjti njeri. Sahabët kanë qenë kurreshtar, kanë qenë njerëz që kanë njeh dijen, kanë dashur me pastru veten e tyre. Një kanë të mençur shumë, e kanë ditë qëllimin e krijimit. I kanë pas zemrat e pastra. Një prej tyre, një Abdullah ibn Omeri ose Abdullah ibn Amr ibn al-As, thot ku me ndjek edhe me shku me shiku çka ka ky njeri që s'kam unë. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, sahabi i ndershëm, shkon dhe i troket në derë çti sahabiut i cili ka hyrë në xhami dhe i ka thonë pejgamberi është i banorëve të xhamit. Dhe Kasajuni ka trillu diçka, ka thonë i kam pak problem te shtëpia me printe me, apo mbon konak, me një menajt të te një 2-3 ditë. Ka thonë, po, urdhra, bujrëm. Ta shkë me mendje me shiku çfarë punë bon ky njeri, si pas Abdullah ibn Amr ibn Asit, ky është falë të natën, ka agjeru të ditën, ka bëj ibadet maramens. Të natën, normal i ka falë 5 kote namazit. 5 kote namazit s'kanë qenë diskutueshme në mesin sahabëve. U konë të më thonë, shtyllë e fesë, i ka falë sunetet ditore, kretë obligimet, sunet i ka kry. Ka ra me fjetë natën, thët, nuk falte thët shumë namaz natës. E falte vitrin, binte me fjetë, bënte bismillah, kra djathë, i bënte dhikrin e gjumit, kur u rëtlajte natën, e përmente Allahun, derin më gjesë flajke. U që i ke falë kësa vane, edhe shki ke punë. E ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë. Ditën e tretë, për thot, o ti filan, thot që 3 ditë të rënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend me emër, dhe ka thonë, ka me hyrë një njeri tash në xhami që është prej banorëve të xhenetit, thot edhe ti ke qenë gjatë 3 ditëve. Ti ke qenë ai i cili ke hyrë në xhami. Ka thonë çfarë punë bën vetë vëllai? Ti çfarë punë bën? Unë të pash që nuk po bëj shumë ibadet nafile. Sa e ke pa edhe vetë, nuk bëj shumë ibadet. Tha po, kur u nis Abdullah ibn Amr ibn Asi me shku, tha veç nalë tha se kam një punë me ta këtëllu. Tha veç unë tha kur dy me fjetë, asë një urrejtje se kam zemrën dhe asë një njeri. Zemrën e kam pasë. Nuk di me urrejt muslimanin. Nuk di me urrejt atë që ka pasuni, pse Allah ja ka dhënë pasuni. Nuk di me urrejt këtë punë. Pse Allah ja ka dhënë dikujt e vlad dhe musim ka dhënë. Nuk di me urrejt këtë punë. Zdi me pas haset, zili, smir. Zdi me urrejt atë që ka pasuni, pse Allah ja ka dhënë dhe musim ka dhënë. A tjetërim pse e ka ngrit, e unë si ngrit, nuk di ka dhënë me urrejt muslimanin. Kejtë jo bëj halal, si të binë gjumë. Ka thonë që kërë ka punë. Kry obligimet edhe pastroj zemrën. Dhe i vlezërë musliman. Kjo ka thonë qenë ka puna kryesore që jo çdo kush mund me arrit këtë punë. Jo çdo kush mund me ra me fjetë dhe me o bëha Allah kejtë. Jo më rësë mund gjithë kush me arrit. Kjo është punë e zemrës. Kjo lyp iman, lyp besim, lyp trajtim të vazhdueshëm të zemrës.
Lyp trajtim të vazhdueshëm. Me ra me fjetë edhe me thonë une filan muslimani nuk e urrej. Nuk e kom ziliz i nati, pse Allahu i ka dhënë atij dhe mos u ka dhënë. Elhamdulillah, Zoti ja ka dhënë. Pse atij i ka dhënë vllad mos u ka dhënë. Elhamdulillah, Allahu ja ka dhënë. Ja ka dhënë pasurinë, ja ka dhënë ato, ja ka dhënë. Elhamdulillah. Gëzohet besimtari kur e sheh vllahun e vet musliman që po përparon. Gëzohet që e sheh vllahun e vet biologjik që po përparon. Gëzohet që e sheh kuishiun i cili përparon. Ky është muslimani i vërtet. Kjo është ajo zemra që lypet nga ne. E fatkeqësisht zemrat tona sot janë bë mazvet. Zemrat tona janë të ujqurve, amo petkun e kena deleve. Kështu mëna po jena dele, kështu të buta si delet. Amo mëna i qelë zemrën. Wallahi. As hjena, sojkas, luanas, me mujtë shkynë, krejt. Me mujtë që i ka dhonë Zoti dikujt, kejt jam ato e shtim burë, me mujtë. Ka njerëz të tillë shumë. Fatkeqësisht tek ne populli shqiptar, shumë janë theksume, hasedi, inati, zilia, smira. Shumë janë theksume, tepër. Nuk mundesh me gjetë familje që s'ka tillë. Absolut. Ne jetojmë, ne jemi shqiptar vetë edhe elhamdulillah ka dorë Zoti që si hoxhallar, si hoxh mirëm shumë me mesin e popullit edhe shpesh edhe ëndrat e di që i shohim, se ne më tjera. Po ne shqiptarët edhe ëndrat e di çfarë i shohim, çfarë kem qef me pa ëndra. Për këtë edhe ma ka mundësu Zoti xhallahu ala me e kuptue këgjë mirë mentalitetin tonë si shqiptar. Perdet pse i nrën vllau do të më nruaj tjetri po. Kjo është zemër e mirë, kjo është zemër e smut. E ka ndruar ndinaj edhe na do të më ndruar ndicë. Pse ai mi bëu ne mos mi bëu. Ai ka shku ndetin, dikush edhe kreditu të me ime shku ndeti edhe me qitë foto Facebook, se pas qitë foto në Facebook, nuk knashmi na, smujna na, se jetojnë për tjerë, se jetojnë për veti. Kjo aludon që është zemër e smut, nuk është të shëndosh, është zemër e smuar. E ky sahabi neve na ka thonë, na ka tregu që për me qenë prej banorëve të xhenetit dhe për me shpëtu nga zjarri i xhenemit, vjen zemra e pastër. Vjen zemra e pastër. Vjen zemra e cila s'ka zili, s'ka urrejtje, s'ka hased, s'ka inat. Është zemra e cila i kryen obligimet e Allahut, dalohet atë sa ka mundësi nga ndalesat e tij. Nuk jam ka inatit e tjerëve. Gëzohet kur populli përparon, kur vllau, miku, shoqi përparon dhe shkon te para. Kështu është muslimani i ndershëm. Kjo është zemra e shëndoshme. Prandaj dashur vëllezër, neve kemi filluar sfrigimin e këtyre punëve të zemrës, sepse po se rregullum motorin, pastaj karoseria sa dush ngjyrose se vëdëa. Sa dush ngjyrose lyje. Si mësin motori i fort, aja është i bllokuar. Si ta rrjedh ulën, kjerë që tojnë të napët, ja. Sa dush lyje ndreqe, çojët e poliri, ajo është i bllokuar, ai do të bllokon. Sa dush ne të shfaqemi musliman para të tjerëve. Para të tjerëve më u shfaq musliman. Allahu e din çfarë musliman ai. Prandaj duhet mundohemi që ne raportet me Allahun me ndreq. Kur i nesh me raportet në zemër me Allahun xhallahu ala, i kryjm obligimet, Allahu ka me ndreq raportet mes neve dhe njerëzve. Kur i prishmi raportet me Allahun xhallahu sha'nuhu, mos prit që i ki raportet mirë me njerëzve. Kjo është rregull. Rregull. Ndaj dashur vëllezër, lutemi Allahun që të na bëjë prej atyre besimtarëve të cilët i rregullojmë zemrat tona, i pastrojmë zemrat tona nga këto cilësi të liga në mënyrë që Jalla sha'nuhu Allahu subhanahu wa ta'ala të na shpëton nga zjarri i xhenemit, të na bëjë prej banorëve të xhenetit. Duke lutur Allah që të na falë neve dhe ju sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.